بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فلندرojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona më të përzemërta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht falenderojmë Allahun e Madhreshëm i cili na ka mundsuar që sonte të jemi së bashku në këtë seminar për të cilin shpresojmë që të jetë i begatshëm, të cilin Allah i Madhreshëm do të zbres mëshirën e tij mbi ne, ashtu sikur na ka mësuar pejgamberi alayhi salam kur ka thënë se nuk janë të bu muslimanët në një vend, në një shtëpi prej shtëpive të Allahut, për me e përmend Allahun edhe me e mësu fenë Allahut, veç se melaiket kanë mi rrethu me krahët e tyne. Edhe kanë me zbrit mëshira Allahu xhalla shanuhu, edhe mbi ta kanë me zbrit qetësia pe anës Allahu xhalla shanuhu. Prandaj lut Zotin e Madhreshëm që kjo qetësi hynore, mëshira e Zotit Madhreshëm të jetë prezente me neve dhe të na mundsojë Zoti i Madhreshëm që dalim prej këtij seminari me njohuri, jo të cilat nuk i dini, por t'i freskojmë njohuritë të cilat i kemi. Tema për cilën ne do të flasim është vlerat e muajit Ramazan. Ramazani, sikur gjithë e dim, është një muaj i dalluar, të cilin e ka dalluar edhe ka veçuar Allahu i Madhreshëm. Allah subhanahu wa taala i takon që ai të veçojë dhe të dallojë prej asaj që ai ka kriju çfarë do. Ashtu sikur që prej krijesave të tij e ka dalluar njeriu. Ashtu sikur prej njerëzve ka dalluar pejgambert. Ashtu sikur edhe prej pejgamberëve ka dalluar ulul azmin. Ashtu sikur prej ulul azmit e ka dalluar Muhammedin alayhi salam. Po ashtu sikur Allahu i Madhreshëm ka dalluar prej vendeve Mekën, Medinën, edhe Kudsin. Po ashtu Allahu i Madhreshëm i takon edhe prej kohëve që ai me dallu. E sikur që i ka dallu edhe mujtë e shenjtë, kur flasim edhe themi mujtë e shenjtë, japim në të kuptimin mujtë në cilët është i ndaluar lufta në to. E që janë 4 muaj, sikur që e dini kur Allah i Madhreshëm ka thonë inna iddatu ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Numri i muajve tek Allahu xhalla shanu prej ditës kur i ka kriju qiellin dhe tokën është 12. Prej tyre 4 është përmend fjala hurum, që në këta 4 muaj Allahu e ka ndalu luftën dhe kanë qenë mujt e paqes. Mirë po, në gjuhën shqipe tu pas parasysh ndoshta edhe atë vobeksin e fjalorit në krahasim me gjuhën arabe, ne përkthejmë si mujt shenjt, sepse edhe arabët këta muj i kanë shenjtru. Edhe në këta muj, edhe para islamit, ka qenë ndaluar lufta. Po ashtu Allah i Madhreshëm përveç këtyre mujve, prej mujve të cilët i ka dalluar dhe i ka veçuar për mirësitë e mëdha të cilat i ka ky muj, është edhe muji i Madhreshëm i Ramazanit. Allah i Madhreshëm këtë muaj e ka veçuar dhe ka dallu prej muajve të tjerë për shkak të begative të mëdha që Allahu xhalla shanuhu ka bërë në këtë muaj edhe ka përgatitur për robërit e tij. E begatia më e madhe që Allah i Madhreshëm e ka begatuar këtë muaj me të, e me të i ka begatuar edhe ummetin e Muhamedit alayhis salam, është vetë zbritja e Kur'anit. Mirë po, para se të fillojmë me ato vlerat e përgjithshme të muajit Ramazanit, ndoshta është një interes që ta dim çka do të thonë fjala Ramadan. Pse ky emër? Arabët zakonisht muajt i kanë emërtuar jo rastësisht. Po secilit ja kanë dhënë kuptimin në bazë ose të momentit në cilën ka ndodhur, ose për shkak të diçka që e ka përshtat me vetë emërtimin e asaj që ata e kanë emërtuar. Fjala Ramadan apo në gjuhën arabe janë disa kuptime. Pse
muaj Ramazan, e që në arabisht është Ramadan, është quajt Ramadan. E para është thonë se rrjedh prej fjalës Ramadan. Yermudu, Ramadan, që do me thonë diçka me shtyp, me mreh diçka. Këto farkatari e keni po e nxe hekrin, edhe e shtyp, edhe e bën, edhe sopatën, edhe thikën, edhe krejt, për që asoj shtypjes që ai e bën edhe e mprej. Ashtë qujtë kështu tek Arab, për faktin ka thonë se në këtë muj, Arabt i kanë bu gati ato shpatat të tyne, që kur të kalon Ramazani në Shawal me luftu. Apo? E dini se Shawali ka qenë muj i fundit, para se me ardhë dhejtë muj që në to është ndalu me lufta. Cilët janë muj cilat është ndalu me lufta si pas tek Arabt ose si pas Islamit? Janë Dhul Qa'de, Dhul Hijja, edhe Muharram. Është edhe një muj që është i veçum, është muji Rajab. Këta 4 muj janë ata mujt e shenjtë në cilët lufta është ndaluar me ta. Prandaj kanë thonë se Ramadan është si e nxjerrën prej rronjës fjalës Ramadan me shtyp diçka, me mrej diçka. Mirë po, nuk është që është një mendim i qëndrueshëm. Pastaj kanë thonë ka ardhur prej fjalës Ramadan, që ka kuptimin e tokës nxehtë. Ramadan është toka e nxehtë. Është përmend hadith pejgamberit alayhis salam në namaz, se pejgamberi alayhis salam ka thonë salatul awabin idha ramadatil fisal. Namazi i awabinëve. Awabin e dini kush janë? Awabin janë njerëz cilët janë të kthyer te Zoti. Kanë gabu. Mirë po, me njerë mas gabimit tyne, kanë po gabimin edhe janë kthyer dhe janë pedu tek Allahu xhalla shanuhu. E salatul awabin, a dini cili është namazi awabinve? A dini dikush? Është namazi i duhas. Është namazi i duhas. E pejgamberi alayhis salam ka thonë, salatul awabin, namazi i awabinve, namazi këtyne të kthymeve të Zotit, namazi njerëzve të devotshëm dhe të pendum, është fjala për namazin e duhas. E kur është koha e namazit duhas? Ka thonë, idha ramadatil fisal. Al-fisal, në arabisht i thojnë dvoglit devës. E tash, kur fillon me nxe koha, ata dvoglit e devës nuk kanë mujt me përballë për thundrave tyne të buta, atë nxehtësinë e tokës. Edhe, për këtu, kanë thonë se fjala Ramadan e ka këtë kuptim, prej nxehtësisë. Nxehtësinë kemi në 2 forma. Është edhe reale, që është nxehtësia materiale, kjo nxehtësia e tokës për shkak të nxehtit të madh të diellit, por është edhe ai kuptimi i nxehtësisë të mbrëmshme dhe shpirtërore. Se nxehtësia shpirtërore është kanjëherë kur njeriu është i jetën, kur njeriu është i ont, thotë, ka djeg etja. Ka djeg etja. Për shkak të etjes së madhe, për shkak të temperaturave, edhe brendësia e njeriut fillon me djeg. Për atë arsye, është quajtur Ramadan, do të thonë pe nxehtësisë të madhe. Edhe materiale, po edhe asaj nxehtësisë të mbrëmshme shpirtërore. Po ashtu është thonë edhe një mendim tjetër ku thuhet se fjala Ramadan lidhet pikërisht me Kur'anin. Ne thamë se Kur'ani është muaj në cilin ka zbrit, Ramazani është muaj në cilin ka zbrit Kur'ani, po. E Kur'ani është ajo drita, është ajo shkëndija që ka ndriqu edhe ka shëndrit horizontet, ka ndriqu gjithësinë. Dhe me zbritjen e Kur'anit, e tërë gjithësia është shëndrit edhe është ndriqu. Prandaj, Allah i madhreshëm në një ajet thot, ja ayyuhan nasu ja ayyuhan nasu qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. O ju njerëz, ju ka ardhur prej Zotit nur, dritë, edhe një libër i qartë. Çka është ky libër? Edhe çfarë është kjo dritë? Ka thënë Allahu, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam.
Me këtë libër, Allah i madhreshëm i udhëzon ata të cilët e pasojnë kënaqësinë e Zotit. Allah i madhreshëm me këtë libër i udhëzon ata të cilët e pasojnë kënaqësinë e Zotit drejt çka? Subul selam, në rrugën e drejtë, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, edhe i nxjerr prej errësirës, prej errësirave në dritë. E kështu sikur Kur'ani që udhëzon njerëzit në rrugën e drejtë, po ashtu edhe dielli ndriçon horizontin, apo? Edhe tash është krahasuar ndriçimi i diellit në horizont, edhe shkëlqimi që jep edhe gjithësisë dritë, po edhe i jep nxehtësi, po ashtu edhe Kur'ani i ndriçon rrugët e robëve, edhe zemrat e tyre i mbush me besim, dhe se në Ramazan besimtarët për shkak të leximit shumë që e bojnë Kur'anit, për shkak të lidhjes tyre të madhe që e kanë me Kur'anin, imani tyre shtohet në Ramazan më shumë se sa që shtohet në muajt e tjerë, dhe ky iman, ashtu sikur se dielli reflekton ndriçim, po ashtu edhe zemrat e besimtarëve të mbushme me besim edhe me Kur'an, ndriçojnë edhe reflektojnë Ramazan më shumë se sa jashtë Ramazanit. Po ashtu, është thonë edhe mendim tjetër që mendoj se këto dy prej mendimeve janë më të përafërta. Dielli çka bën? Shkrin akullin, apo? Edhe Ramazani i shkrin gjunohat e robëve. Është thonë se fjala Ramazan do me thonë me shly gjunohat. Qysh me shly gjunohat Ramazani? Allah i madhreshëm Kur'an thot innal hasanata yudhhibna sayyi'at. Veprat e mira i fshin veprat e liga. Apo? Çka ka thonë pejgamberi sa Muadh ibn Jabelit kur e ka dërguar në Yemen? Ka thonë ato 3 këshillat. Këshillën e parë ka thonë frikoj Zotit kudo që t'jesh. Dytën i ka thonë, nëse ke bën një punë të ligë, paso punën e ligë me punë të mira, se puna e mirë i fshin punë të këqija. Edhe Allah i madhreshëm po thot innal hasanata yudhhibna sayyi'at. Veprat e mira i fshin punë të këqija. E për shkak se vullumi veprave të mira në Ramazan prej robërve, prej besimtarëve, është më i madh se sa jashtë Ramazanit. Dhe se në Ramazan besimtarët janë të lidhur shumë me Allahun xhallahu shanuhu. Edhe me namaz, edhe me lexim të Kur'anit, edhe me teube, edhe me istighfar, edhe me sadaka, edhe me çdo vepër tjetër të mirë. Krej këto vepra të mira të cilët robët i bojnë në Ramazan, bën shkak që Allah i madhreshëm mu afshi gjunohat e tyre. Prandaj, kjo pika të shkurta është sa i përket kuptimit të fjalës Ramadan, edhe prej se është quajtur e Ramazani me këtë emër. E them se vlera më e madhe që Allah i madhreshëm e ka veçuar me të muajin e Ramazanit është zbritja e Kur'anit. Për shkak të Kur'anit, Allah i madhreshëm ummetin e Muhammedit alayhi salam e ka veçuar dhe ka dalluar prej ummeteve tjera. Thonë Zoti në Kur'an: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Jeni ummeti më i mirë i nxjerrur sipërfaqe të tokës. Pse? Ka thonë ta'muruna bil ma'ruf. Urdhnoni punë të mira. Mos ishte Kur'ani, kishte më urdhnuar punë të mira. Kush është ai i cili na mëson neve çu duhet më urdhnuar punë të mira? Është Kur'ani. Wa tanhauna 'anil munkar. Edhe ndaloni prej punëve të këqija. Mos më kon Kur'ani, as kishëm ditë më urdhnuar punë të mira, as kishëm ditë më urdhnuar me largu njerëzit prej punëve të këqija. Mirë po, ky Kur'ani i madhreshëm. Zbritja e tij këtë muaj të beku. Neve na ka bë që të jemi prej atyre që urdhnojmë punë të mira, ndalojmë prej punëve të këqija, edhe e besojmë Allahun xhallahu shanuhu ashtu sikur e meriton Allah i madhreshëm. Dhe pikërisht për këtë, Allah i madhreshëm e ka veçuar ummetin e Muhamedit alayhis salam duke bë ummetin më të mirë nxjerrën sipërfaqen e tokës. Ky Kur'an i madhreshëm ka zbrit në Ramazan. A ka zbrit i tëri komplet? Apo ka zbrit veç e veç? A ka zbrit në tërë Kur'anin, në gjithë Ramazanin Kur'ani, apo ka zbrit një pjesë tina? Dietarët kanë thënë se Kur'ani ka zbrit 2 herë.
Hera e parë ka zbrit në formë të kompletuar në Lauhul Mahfudh, edhe ka qenë Ramazan. Edhe ajo ka qenë në Ramazan. Kurse zbritja graduale që i ka ardhur pejgamberit alayhis salam prej Lauhul Mahfudhit, nëpërmjet melekut Xhibrail alayhis salamit, ka filluar në një natë e cila për shkak të Kur'anit, edhe kjo natë është veçuar dhe është dallu, edhe është bërë nata më me vlerë e jetës njeriu. Është nata e Kadrit, për cilën Zoti i Madhreshëm Kur'an ka thonë: Lejlatul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Prandaj Kur'ani i Madhreshëm i ka dhënë epitet, i ka dhënë vlerë këtij muajit bekum të Ramazanit. Dhe për atë arsye, besimtarët duhet që të mos e neglizhojnë këtë muaj dhe lidhjen e tyre me fjalën e Zotit. Nuk duhet neglizhu lidhjen e tyre me Kur'anin e Madhreshëm, sepse Kur'ani i Madhreshëm është ai shpirti, jeta që besimtarin e gjallëron. E fatkeqësisht në jashtë Ramazanit po bëjmë shumë neglizhent ndaj Kur'anit, mirë pas pakun këtë muaj të Madhreshëm të Ramazanit të mundohemi që lidhja jonë me Kur'anin të jetë më e veçantë. Që lidhja jonë me Kur'anin të jetë më e madhe dhe që ne të kemi një lidhje me Kur'anin jo javore, po të kemi në bazat ditore, edhe disa orë të kemi jetën tonë të lidhur me Kur'anin, duke e lexuar, duke shfletuar Kur'anin familjar. Allahu i Madhreshëm në këtë muaj të bekum e ka veçuar dhe ka dallu edhe me një adhurim tjetër. Adhurim i cili nuk është bë obligim në muajt e tjerë. Është bërë obligim vetëm në muajin e Madhreshëm të Ramazanit. E ky është agjërimi. Ju dini se agjërimi fillimisht kur është bërë si obligim, nuk ka qenë komplet kështu Ramazani mu agjëru. Edhe nuk ka qenë obligueshmëria nuk ka qenë obligim i përgjithshëm edhe individual. Kush ka desh ka agjëru, kush ka desh e ka shpagu. Allah në Kur'an ku thot: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besu, është bërë obligim për ju agjërimi. S'po thot Ramazani. Është obligu veç agjërimi. Sikur që ka qenë obligim edhe për ata të tjerë të cilët ishin para jush, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëni devotshëm. Ky ajet e ka bë obligueshmërinë e agjërimit. Mirë po, obligueshmëria e agjërimit në Ramazan ka ardhur me një ajet tjetër, ku Allah i Madhreshëm thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dhe këtu e ka përmend, muaji i Ramazanit është muaji në cilin ka zbrit Kur'ani. Është muaji në cilin ka zbrit Kur'ani, muaji në cilin ka fillu zbritja e tij, muaji në cilin ka fillu përhapja e tij. Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Është udhëzim për njerëzit. Edhe sqarues i këtij udhëzimit, edhe dallues i të mirës prej të keqes. Pjesa në vazhdim thot: Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sikur Allah i të kishte thonë Ramazani, pa përmend fjalën muaj. Disa dietarë kanë thonë se nuk ishte me qenë obligim i tëri mu agjëru. Po përderisa Allah i Madhreshëm e ka përmend muaji i Ramazanit, shahru Ramadan, muaji i Ramazanit, është bërë obligim në tërësi agjërimi i këtij muaji. Prandaj Allah i Madhreshëm po thot: Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kush e prezanton për juve këtë muaj, le të agjeron këtë muaj. Prej veçorive dhe begative që Allah i Madhreshëm ka përgatit për robët e tij në këtë muaj, është se Allah i Madhreshëm në këtë muaj i ka hap 3 dyrë. E para, hapja dyrëve të xhennetit, edhe mbyllja e dyrëve të xhehenamit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, kur të hyn muaji i Ramazanit, thot, kur të hyn muaji i Ramazanit, kur vjen dita e parë e Ramazanit, hapën dyrët e xhennetit
edhe mbyllën dyert e xhehenamit. Kjo neve na jep me kuptu se xheneti dhe xhehenami janë të krijuar. Ata ekzistojnë. Dijen e tyre ka Zoti i Madhreshëm. Ne e dimë edhe në bazë të haditheve të Isra's dhe të Mirajit, se pejgamberi alayhis salam i ka pa edhe banorët e xhenetit, i ka pa edhe banorët e xhehenamit, i ka pa gjendjet e tyre, disa të shpërblyer, disa duke u ndëshku, dhe se ky xhenet kur vjen Ramazani i hap dyert e tij. Edhe i mbyll Allah i Madhreshëm dyert e xhehenamit. Pse hapën dyert e xhenetit? Për shkak të veprave të mira edhe të mëdha që besimtarët i bojnë këtë muaj. Mbyllën dyert e xhehenamit për shkak se besimtarët janë shumë më larg mëkateve. Janë shumë më larg veprimeve të cilat njeriu e çojnë drejt dyrëve të xhehenamit. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam prej vlerave të mëdha të këtij muajit e ka cilësuar dhe ka veçuar se në këtë muaj Allah i Madhreshëm i hap dyert e xhenetit. Jo veç dyert e xhenetit, por në këtë muaj Allah i Madhreshëm i hap edhe dyert e kërkimfaljes. Dyert ku Allah i Madhreshëm pret që robët e tij mi u kthy Allahu xhalla shanuhu me kërkimfalje të sinqertë. Për ato pejgamberi alayhis salam kur ka fol për mirësitë e muajit Ramazan, kur ka fol për vlerat e muajit të Madhreshëm të Ramazanit, çka ka thonë? Fillimi i tij është mëshirë. Mesi i tij është falje. Fundi i tij është lirim prej zjarrit të xhehenamit. Prandaj Allah i Madhreshëm i ka hap dyert e pendimit, dyert e tëubës, dyert e kërkimfaljes për robët e tij. Kërkimfalje për robën është në çdo muaj, çdo ditë. Mirë po në Ramazan, Allah i Madhreshëm shtrin faljen e tij për besimtarët, ata të cilët kthehen edhe pendohen tek Allahu xhalla shanu. Prandaj, kjo çështje është që neve duhet me na bo krenar se Allah i Madhreshëm po na don shumë. Se Allah i Madhreshëm po don për robët vetë që m'ju kthy Allahu xhalla shanuhu. Edhe po don për robët vetë që ata këtu ditë e mëshirës tina, ditë e faljes tina, edhe ditë e lirimit prej zjarmit të xhehenamit me i shfrytëzu. Duke i ngrit durt, edhe duke thonë, ashtu qysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, ti je robi ynë. Ne, ti je Zoti ynë, ne jemi robët e tu. Bijtë e robëve dhe robreve shavë tua. Gjunohet cilat i kemi bo, ne i kemi pranu. Nuk kemi Zot tjetër përveç Teje që na i fal ato. Prandaj na i fal gjunohet tona. Lutemi atë çka e kemi në zemrën tonë dhe të kërkojmë falje tek Allahu xhalla shanu për çdo vepër të cilën ne kemi mujt me bën në jetën tonë të përditshme. Po ashtu, hapja e dyrëve të qiellit. Ka një hadith se pejgamberi asam ka thonë, kur vjen Ramazani, hapën dyert e qiellit. Hapja e dyrëve të qiellit është sinonim se Allahu xhalla shanu lutjet e robëve tina nuk i refuzon. Në veçanti në Ramazan, kur e dim se pejgamberi alayhis salam ka thonë, 3 vetëve Allah i Madhreshëm nuk ua refuzon lutjet e tyre. Një prej këtyne 3 vetëve është edhe ai i cili është agjërueshëm derisa të bën iftar. Prandaj në Ramazan, çdo moment sa robi është agjërueshëm, duhet ta shfrytëzoj të lut Allahun e Madhreshëm. Ta lut Allahun e Madhreshëm për çdo gjë që ai ka nevojë. Sepse pranimi i lutjeve tek Allahu xhalla shanu për robën këtë muaj të Madhreshëm të Ramazanit është i garantuar. Prandaj hapja e dyrëve të qiellit është sinonim i asaj se Allahu i Madhreshëm nuk i refuzon lutjet e robëve të tij. E qysh mi refuzu? Kur pikrisht e ajetet e agjërimit. Pikrisht kur i përmbyll ajetet e agjërimit, Allahu i Madhreshëm çka thot? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse ty o Muhammed, robët e mi, të pyesin për mu, thuaj atyne fa inni qarib. Unë jam shumë afër tyne.
Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. I përgjigj në lutjes të atina i cili mu më thret. Falyastajibu li. Prej melet kërkojnë që mi u përgjigj. Wal yu'minu bi. Edhe vetë të mu le të madhurojnë. Le të mbesojnë. La'allahum yarshudun. Nëse dojnë që me konë prej atyne të cilët janë të udhëzuar. Prandaj, këtë mujt mos neglizhojmë. Këto vlerat mëdha që Allah i madhreshëm ka pregadit për robët e tij këtë muj. Zbritin e Kur'anit. Pastaj mbylljen e dyrëve të xhehenamit dhe hapjen e dyrëve të xhennetit. Hapjen e dyrëve të kërkimfaljes së të pendimit. Hapjen e dyrëve të pranimit lutjeve. Janë mirësi dhe mrekulli që Allah i madhreshëm ka pregadit për ummetin e Muhamedit alayhi salam. E që ne nuk duhet të jemi neglizhent ndaj këtyre. Pastaj të ndrum vllazën, Allah i madhreshëm këtë muaj e ka veçuar dhe ka begatu. E përmendëm edhe më herët me një ibadet shumë të veçantë. Me një ibadet i cili jep me tregu atë sinqeritetin më të madh që robi mundet me pas karshi krijuesit e tij. E që është agjërimi. Agjërimi mujt Ramazanit ka qenë obligim agjërimi edhe të ummetet e mëhershme. Mirë po kjo formë e agjërimit Ramazanit, sikur që është në ummetin e Muhamedit alayhis salam, nuk ka qenë të partë. E Allah i madhreshëm këtë muj na ka obligu me këtë agjërim, e që ky agjërim është agjërimi më sekret. Më i sinqert me robit edhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Për atë arsye edhe Allah i madhreshëm këtë adhurim e ka marrë mbi veten e tij. Edhe shpërblimet që ka përgatit për ata të cilët agjërojnë janë aq të mëdha sa që veç Allahu i madhreshëm e din se sa mundet me shpërbly për ta. Ju e dini një hadith e pejgamberit alayhis salam ku thot kush agjëron muajin e Ramazanit edhe e pason me 6 ditë Shevalit i llogaritet sikur me agjëru krejt vitin. Apo? Një ditë Ramazanit do të thotë barabart me 10 ditë jashtë Ramazanit. Mirë po, kur i kthej me hadithit që Allah i madhreshëm po thot as-sawmu li wa ana ajzi bih. Agjërimi është i imi dhe unë shpërblej për ta. Atëherë ne i ngrejmë durë të themi se shpërblimet për to i din veç Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe ne nuk ke mundësi askujt mi thonë se shpërblimi për agjërim ty takon kaq ose aq, por i themi shpërblimi për agjërim i takon Allah subhanahu wa ta'ala, i cili ka marrë përsi për agjërimin. E pse e ka marrë përsi për agjërimin? Pikrisht për çiti sinqeritet, për shkak të çiti sinqeritetit, edhe për çiti sekretit mbrëmshëm, i cili është mes robit edhe Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allah i madhreshëm ka përgatit shpërblime të mëdha për agjërust. Shto e kësaj se agjërimi edhe Kur'ani Allah i madhreshëm i ka mundësu që nesër në ditën e gjykimit me dëshmu për robin. Thot Kur'ani ja Rab, këtë njeri thot e kam nalë thot pe gjumit, se kam lënë me flajt, duke më lexuar mu. Prandaj më lejo që unë ndërmjetësoj për ta. Agjërimi thot, o Allah, ma mundëso që të dëshmoj për këtë njerit, ndërmjetësoj për këtë njerit sepse e kam dalë prej hase, prej pise, prej knatësive të këtij dunjaje. Prandaj më lejo që edhe unë të ndërmjetësoj për ta. Edhe po du me përmbyll, se me lënë pa hapësirë ndoshta do një pyetje po edhe për shkak edhe të namazit akşamit, begatia më e madhe. Nëse mundem kështu të më ushprej edhe me qujt, që Allah i madhreshëm në këtë muaj e ka bë, është një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. Është një natë në të cilën veprat e robit shumëfishohen, edhe në të cilën një natë për të pejgamberi alayhis salam ka thonë men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e gjallëron, kush falet, kush lexon Kur'an, kush bën istighfar, kush bën adhurime në këtë natë me besim edhe me shpresë në shpërblimet e mëdha tek Allahu i madhreshëm, kanë më fal gjithë të gjunohat që i kanë kalu.
Kjo natë është nata e kadrit o vllazën. Është nata e cila është beku me fillimin e zbritjes së Kur'anit. Kjo natë është beku me fillimin e zbritjes së fjalës së Allahu xhalla shanuhu. E kjo natë, qysh e ka thujt Zoti në Kur'an edhe qysh e ka përshkru, është më e mirë se 1000 muaj. Çfarë thot Allahu i Madhërisht në surën Qadr? Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Wa ma adraka ma lejletul qadr. E ty o Muhammed, çka të bën me ditë? Çka po ta merr mendja ty? Çka është nata e Kadrit? Lejletul qadri khairun min alf shahr. Nuk është e barabartë me 1000 muaj. Se dikush po thot, është e barabartë me 1000 muaj. Jo. Zoti i Madhërisht ka thonë, është më e mirë se 1000 muaj. Jo e barabartë me 1000 muaj. Po shumë më e mirë se 1000 muaj. E 1000 muaj është jeta e njeriu. 83 vite, 3-4 muaj ditë, bojnë 1000 muaj. Allah i Madhërisht këtë natë e ka bo më të vlefshme se 1000 muaj. Pse ka bo këtë natë begatshme? Pse ka bo këtë natë të vlefshme kaq shumë? Vlefshmëria e krejtë saj në është zbritja e Kur'anit. Mirë po në këtë natë Allah i Madhërisht për ummetin e Muhammedit alayhis salam ka bo edhe disa surpriza tjera, disa mrekulli tjera. Në këtë natë Allah i Madhërisht melekt i zbret në tokë. Kur kanë thonë disa dietar për fjalën Qadr, Lejletul Qadr, pse ka marrë emrin Lejletul Qadr? Ka disa mendime. Një për ty në thotë se Allah i Madhërisht këtë natë i bën përcaktimet vjetore. Sigur që ka ardhur një ajet, Allah i Madhërisht thotë inna anzalnahu fi lejletin mubaraka fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ne kemi zbrit në një natë të bekume, në cilën yufraqu fiha kullu amrin hakim, në cilën zbritën apo në cilat përshkruhen, përcaktohen çdo çështje e urtë. Do të thotë përcaktimet vjetore bëhen këtë natë. Mirë, po disa kanë thonë fjala Qadr ka kuptimin edhe diçka e ngushtë. Se toka ngushtohet prej numrit të madh të melegjve që zbresin tokë. Toka ngushtohet për shkak të numrit të madh të melegjve që zbresin tokë. Këta melegjë që zbresin tokë, zbresin me mirësitë e Zotit. Zbresin me begatinë e Zotit. E bashkë me ta zbret edhe udhëheci me lajkëve. Që Allah i Madhërisht e ka quajtur ruh, shpirt, është Gjibrili alayhis salam. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi kulli amrin. Gjithë do të thotë zbresin me lajket, edhe me ta zbret edhe shpirti, Gjibrili. Është quajtur shpirt për shkak se ky ka qenë ai i cili e ka zbrit shpalljen e Kur'anit edhe shpallet e tjera tek pejgambert. Allahu xhalla shanuhu. E Kur'ani është pikrisht ai që jep gjallëri dhe shpirt dhe jetës kësaj toke dhe besimtarëve. Prandaj Allahu i Madhërisht në këtë natë e ka beku me zbritjen e melajkeve edhe bashkë me ta edhe zbritjen e Gjibrilit alayhis salam. Kjo natë është quajtur natë e begatisë, natë e mirësisë, natë e paqes edhe e gjallërisë. Deri kur? Deri në agim. Hatta matla'il fajr. Deri sa agimi, jo dielli, deri sa të lind dielli jo. Mirë po deri sa të lind agimi. Kur fillon nata e Kadrit? A fillon nata e Kadrit në 12 natës? Ja. Nata i paraprind ditës. E fillimi i natës është pas namazit e kindis. Me perëndimin e akşamit. Çat herë fillon nata. Prandaj besimtari nuk duhet me prit veç mas namazit të yatsis, mu angazhu në ibadet. Po mu angazhu në ibadet, edhe sa jemi agjërushëm, se dhe e pjesë e natës së Kadrit. Po kur o nata e Kadrit? Na nuk e dim kur o nata e Kadrit. Atë Allah i Madhërisht me urtësinë e tij dhe me begatinë e tij e ka fsheh për mi mundësu robëve ti që me lyp këtë natë edhe
mi shumu edhe mi shumë fishu veprat e tyne të mira. Prandaj, këto dhe shumë begatit tjera, cilat Allah i madrishëm me to e ka begatu këtë mujt Ramazanit. E me të në ka begatu edhe neve së umeti Muhammedit a.s. Më i mirë i nxjerrën si përfaqen e tokës. Duhet na bëjnë që të kuptojmë se ky muj i cili po na vjen nuk është sikur se mujt e tjerë dhe nuk duhet që këtë muj ta presim dhe ta kalojmë si çdo muj tjetër, por të mundohemi që këtij muj mi ia dhon hakun ashtu sikur që e meriton. Ky muj me gjithë këto të mira, me gjithë këto begati, me gjithë këto shpërblime që Allah i madhreshëm ka përgatit për robët e tij këtë muj, është muj që duhet me u vlerësu edhe duhet me u veçu. Duhet me u lodhënte, mirë po lodhemi pak. Ditë numruara sikur që i ka thujt Allah i madhreshëm, por shpërblimet për to pastaj janë të panumërta dhe të shumëfishta. Prandaj të mos bëhemi prej atyre që pejgamberi alayhis salam kur ka hyrë në hutbën e tij, në shkallën e parë ka thonë amin, dytën amin, edhe në tretën amin. Kur i kanë pyet sahabët, ja Rasulullah, ke bë diçka të cilën nuk ke bë më herët, ke vepruar një veprim që se ke vepruar më herët? Thonë ka ardhur Jibril alayhis salam, edhe në shkallën e parë më ka thonë qoftë e larg prej mëshirës së Zotit. Ai i cili i arrin pleqërinë dy prindët e tij ose njëri prej tyre tek ai me ta se fiton xhenetin. Më ka thonë thuaj amin, kam thonë amin. Pastaj më ka thonë qoftë larg prej rahmetit të Zotit, qoftë i poshtruar. Ai që e arrin muajin e Ramazanit, hyn në Ramazan dhe del prej Ramazanit, edhe nuk arrin që Allahu më ia fal gjunohat. Thuaj amin, kam thonë amin. Edhe treta ka thonë i qoftë i poshtruar, qoftë larg mëshirës së Zotit, ai personi i cili përmendet emri im në prezencën e tij, ai nuk bën salavat për mua. Allahumma salli ala Muhammad. Tha thuaj amin, kam thonë amin. Prandaj të ndërrumdozën, për Ramazanin ka shumë çka të flitet, unë do të ndalem këtu, e lut Zotin e Madhreshëm që na mundsoj që ta mbrim këtë Ramazan me besim të pastër. Ramazanit ja dhom hakun ashtu sikur që meriton. Ti shtojmë veprat e mira në këtë muaj. Lutim Allahun e Madhreshëm që të na bëjë zemrën tonë të lidhur me Kur'anin dhe lutim Allahun e Madhreshëm që të na mundsoj që ditët edhe netët e Ramazanit t'i gjallërojmë me adhurime të lloj-llojshme, me të cilat synojmë kënaqësinë Allahu xhallahu shanuhu dhe shpresojmë shpërblimet e tij të pafundme. E them këtë çka dëgjuat, kërkoj falje nga Allahu xhallahu shanuhu për vetë dhe për ju. Kërkoni edhe falje nga Allahu xhallahu shanuhu se me të vërtetë Allahu është falës i mëshirshëm. Nëse kam qellu, ka qenë mirësia e Zotit, nëse diçka kam harru ose kam gabu, është prej dhe për shejtanit. Kërkoj falje nga Allahu xhallahu shanuhu dhe mbrojtje nga shejtani i mallkum. Lut Zotin e Madhreshëm që kështu sikur na ka tubu në këtë vend, në këtë shtëpi të Zotit, Zoti i Madhreshëm na të bëj në mirësitë e tij, begatitë e tij edhe në dynjat, po takimi on i përjetësisë të jetë në xhenetin e Firdausit inshallah. Selam aleikum.